Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së dashit. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe është Kogja një lexim të dashur Deshër. Shikoni, kjo është transformimi dhe tregon të kaluarën në fakt, apo të aktualen në kuptimin që është duke kaluar sot, dje dhe përdje apo më herët. Tregon që ke kaluar një periudhë të thellë transformimi. Absolutisht një kapitull i rëndësishëm në jetën tënde ka marrë fund apo është duke marrë fund. Qoftë një marrëdhënie në mënyrë jetese apo marrëdhënie, siç thash, apo një identitet të vjetër që nuk ju ka përfaqësuar apo nuk po ju përfaqëson më, për të lënë hapësirë për një version më të vërtetë. Absolutisht të vetës së juaj. Kjo është koha për të mos u kthyer më kurrë pas, por për të përqafuar fundin, absolutisht, si qelsin e një fillimi të pastër. Këto dy letra më tregojnë të dashur më shumë karakterin e juaj dhe ajo çfarë po ndjeni. Është një forcë vërtet shumë krijuese juaja tani për tani, apo është duke u ndezur dhe shumë frymëzues, një person që di si të mbaj zjarrin ndezur, jo vetëm për veten, por edhe për të tjerë, të dashur Deshër. Këto letra këtu tregojnë gjëra që i ke lënë më një anë disa nga dhuntitë e juaja, duke marrë me mbijetesën apo duke u përpjekur të jesh sa më praktik që është e mundur. Kujton në fakt dhe ju bën të kujtoni vlerat e juaja dhe ta dini se kreativiteti i juaj është një mjet i fortë për stabilitetin dhe vetbesimin që dëshironi ta rindërtoni që nga fillimi. Vërtet, aktualisht apo së shpejti do të ndërtoni, të dashur, do të ndërtoni diçka me hapa të ngadalt, por të sigurt, absolutisht të shumë të sigurt. Mund të jetë një projekt, një ide, një rrugë re, apo thjesht një mënyrë re jetesës, të dashur Deshër. Nuk ka nevojë për hapa të mëdhenj, por për qëndrueshmëri dhe për kushtim të përditshëm. Kujdesi ndaj detajeve dhe durimi janë aleatët e tu tani. Të dashur, siç e dini, dhe në logon time është dielli. Dielli është letra më pozitive që ekziston në tarot. Më shpresëdhënësja, më që pasqyron vërtet që është në qendrën e lezimit të juaj, tregon se po vjen drita pas pasigurisë, përballjeve të mbrëmshme, ku di unë, çfarëdo që të keni patur apo çfarëdo që ka qenë sfiduese për ju, po hapet një fazë ku qartësia, gëzimi dhe suksesi absolutisht janë të mundshëm. Siç thash, ky transformim duhet të ndodhë që ju të mund të ecni përpara, të përmbyllni diçka një herë e përgjithmonë. Të ngelemi te letra e diellit, të dashur, një fazë ku qartësia, gëzimi dhe suksesi janë të mundshëm, siç thash, por kjo dritë nuk është dhuratë. Absolutisht. Kjo ndodh kur ti vepron me përputhje me veten tënde dhe të vërtetën, kur ti transformohesh në atë që vërtet je, duke i lënë anash të gjitha që nuk të shërbejnë më, çdo gjë apo çdo kë, secilin, çfarëdo lloj situate që nuk ju shërben. Të dashur, në horizont është letra e luftëtarit, që tregon, kujton jeta ju ka vënë në provë, edhe jo pak, jo për t'ju thyer, por për t'ju treguar forcën që keni. Qëndro në të vërtetën tënde, vështirësitë janë thjesht pastrime për të bërë gati në një farë mënyrë një version më të fuqishëm të vetes. Gjitha sprovat që kemi në jetë na bëjnë të kuptojmë veten tonë. Shpeshherë themi, nuk do ta duroja kurr, nuk do isha dakord kurr. Këto gjëra na bëjnë në një farë mënyrë një mësim për ta kuptuar që vërtet jemi më të fortë se vetë guri.
Si mesazh nga I gjithë leximi të dashur është mbylle me vetëdije dhe me dëshirë atë çfarë ka për të përfunduar. Aktivizo aftësitë tua dhe krijo papritur që të jetë koha, më fal, janë duke punuar dhe prandaj po dëgjohet pak zhurmë. Aktivizo aftësitë tua dhe krijo papritur asnjë moment që të jetë koha e duhur. Vepro me durim, shijo dritën që po të vjen. Po dije se drita është pasojë e hapave që ti po bën apo do bësh. Ky transformim do jetë një derë e hapur për të ardhmen tënde, por asgjë nuk do ndryshoj nëse ju ata hapa nuk I ndërmerrni. Do thot veprimet e juaja për të përmbyllur diçka, një herë e përgjithmonë, qoftë me njerëz apo me çfarëdo lloj situata, qoftë edhe me veten tuaj të dashur teshër. Uroj që keni gjetur diçka në këtë lexim apo nëse ju dha diçka sot, dhe herën tjetër të dashur deshër.